Përshëndetje dashur miq, mirë se vini në Elevate. Kam kënaqësinë t'ju njoftoj se kjo bisedë sponsorizohet nga Lajthiza. Sot kam ftuar një mikesh të Partisë Demokratike, deputeten Elda Hoti. Unë kisha dëshirë që të bëja një bisedë me të, që edhe publiku ta njoh pak më mirë se kush është Elda përtej politikës. Ajo përgjithsisht preferon që mos të shkoj dhe të tregoj për jetën private, dhe pse unë e kam bindur të bëj pak ndryshe. Mirë se vjen Elda. Faleminderit për ana për ftesën, kënaqësi që të jemi së bashku. Elda, për të njohur pak më mirë, unë do doja të ktheheshim në retrospektiv në fëmijërinë tënde. Ti ke lindur dhe je rritur në Milot. Më trego pak për fëmijërinë dhe Milotin e asaj kohe. Unë jam lindur rritur në Milot, një qytet vogël, por që e kam thënë shpesh që më ka dhënë një dashuri shumë të madhe dhe më ka brumosur që t'jem kjo që jam sot. Miloti është një qytet i vogël që nuk të jep shumë hapësira të mëdha edhe si fëmijë që të zhvillosh kreativitetin tënd apo të mendosh të për ëndra të mëdha, pra le ta themi, por ndoshta ai bëshllëku, ajo mungesa që çdo fëmijë mendoj rritet një qytet që nuk jep shumë hapësira, më bëri që unë guxoj dhe të shkoj shumë më larg, pse jo të kem ëndra të mëdha dhe të jem këtu ku jam sot. Po, patjetër. Megjithatë, pak edhe për familjen tënde, ti je rritur, pavarësisht se Miloti është qytet i vogël, ti je rritur në një familje që ka patur mundësi ekonomike, siç e kemi diskutuar bashkë. Pra, ata prindërit e tu tek vajza projektonin ndoshta edhe ëndrat e tyre që ti më vonë të shkolloheshe jashtë Milotit, sigurisht në Tiranë ose më tej, edhe pastaj të arrije më shumë. Trego pak për prindërit e tu. Unë vi nga një familje të përndjekurish politik që sistemi asaj kohe nuk ju dha mundësinë që të shkolloheshin. Gjyshi im ka qenë një burr shumë fisnik, i zgjuar, që u rrit pa baba në një qytet të cilin e mikpriti, por që u bë një njeri suksesshëm në fushën e biznesit. Çfarë biznesi kishte? Kishte biznesi privat, kafe, gjëra që ishin në asaj kohe. Dhe sigurisht që kishte një mundësi ekonomike që të mendonin për mirëqenien e familjes. Dhe prindrit e mi gjithmonë kishin si çdo prind që shkolla është ajo që të hap çdo derë pra. Tani për ta kuptuar kontekstin pak më shumë, ishte familja jote, pra ju jetonit në një shtëpi të madhe, babai, xhaxhai edhe gjyshi apo ishit më vete? Ne jetonim në shtëpia me vete, por shumë afër me njëri tjetrin dhe me një lidhje shumë veçantë me njëri tjetrin. Pra, edhe kur bëjmë festa, ne jemi familje shumë e madhe që nuk e ndajmë dot, kemi një marrëdhënie shumë veçantë. Unë jam rritur nga gjyshit, nga nona dhe babi nga ana e babit, jam rritur me një dashuri të veçantë nga ana tyre dhe një dashuri që them gjithmonë që më ka brumosur dhe më ka bërë kjo që jam sot. Një vajzë që nuk më mungon kur buzëqeshja dhe dashuria për njerëzit. Kam qenë një studente e mirë, le të themi, mësoja shumë, isha shumë aktive, gjithmonë isha organizatore në çdo vend që bëj në shkollë, isha presidente e gjimnazit, isha shumë sociale, shumë e dashur me shoqërinë. Më trego pak përveç shkollës që ti isha angazhuar dhe shkolla ishte aktiviteti thuajse i vetëm. Si e kaloje ditën? Domethënë, të qenit afër me kushurinë e tua, kushurirat e tua, besoj ndihmonte për ta bërë monotoninë e qytetit, po themin çik më të përballueshme. Jeta në qytetet vogla nuk është shumë aktive. Si është? Është shkollë, shtëpi, aty mbaron çdo gjë. Por pastaj pas shkolle ne kishim ato oborrin e gjyshes që ishte gjëja më e bukur e ditës, ku mblidheshim të gjithë kushrit dhe mendoj që kam kaluar një fëmijëri shumë të bukur. Ishim kushrit pothuajse një brez, moshatar të gjithë dhe jemi rritur me shumë dashuri, jemi rritur shumë të lumtur me ato gjëra të vogla, por që na jepnin një dashuri të madhe. Ndoshta nuk kishim luksin që kanë fëmijët sot, por mendoj që ato lojrat kreative që krijonim vet kishin vlerë më shumë se çdo gjë. Rritesh në një qytet vogël, konservator, fanatik, të thoja, dhe pastaj të vish në Tiranë dhe të bësh universitetin këtu. Pati ndryshim apo familja vazhdonte
t'ishte po prap fanatike, karshiteja? Unë nuk jam rritur një familje fanatike, le ta themi. Jam rritur një familje e cila më ka suportuar në çdo hap tjetës time. Sigurisht që të rritesh një qytet të vogël, ke ato kufizimet e tua, që nuk ke ato e lirin që ti mendon edhe moshën që duhet ta kesh, por edhe përballja me Tiranën ishte e vështirë, sepse ti vije nga një mentalitet komplet ndryshe dhe shikoje të rinj që ishin rritur në një formë totalisht ndryshe, por edhe studimet këtu unë jetova te xhaxhai, kështu që nuk e ndjeva shumë edhe mungesën e familjes, le ta themi, sepse isha sërish në shtëpinë time, dhe ndjeja atë ngrohtësinë dhe Ktheheshe shpesh në çdo fundjavë. Çdo fundjavë. Çdo të premte, shtunë të diel, isha atje. Tani, a je rritur si vajzë tradicionale në sensin e punëve të shtëpisë, e gatimit, të gjitha këtyre gjërave, domethënë i bëje ti në Tiranë, i kishe bërë dhe më para me familjen tënde dhe nise një mënyrë tjetër në Tiranë, apo në një farë mënyrë përkthelesh edhe nga familja e xhaxhait? Më ka përkdhelur shumë familja e xhaxhait. Sepse fokusi ishte ti vetëm studio dhe dil me rezultate shumë të mira, të tjerat le të merremi ne, por jam rritur nga gra në familje, nga gjyshja, nga hallat, nga mami. Pra nuk të është dashur që të bësh këto? Jo, i kam bërë, më kanë mësuar shumë që t'i bëj këto, sepse gjithmonë ishte ajo ideja, vajzat duhet t'i mësojnë, se kur të shkojnë në shtëpinë e tyre, të krijojnë familjen e tyre, duhet t'i dinë gjërat bazë për si ta mirëmbajnë familjen dhe të kujdesen për familjen. Kështu që mi kanë mësuar që e vogël që të gatuaj, të bëj punë shtëpie dhe t'i bëj të gjitha, të cilat vazhdoj t'i bëj edhe sot familjen time. Po, dhe do ta prekim pak. Ti e studiuar juridik apo jo? Por ëndrat e tua, ndoshta, kanë shkuar në çik përtej kësaj, pra ke dashur që ti jesh në ekran, në media, pse nuk studiove gazetari, për shembull, ose komunikim, ose ti futesh në një fushë tjetër? Ëndrat e mia kanë qenë të lidhura që kur isha 8 vjeçare, le ta themi, që isha ajo organizatorja, prezantuesja, isha aktoreja në rolet kryesore në drama që ne bënim në shkollë. Ashtu? Isha valltarja kryesore e grupit, pra kam qenë një vajzë shumë aktive që më pëlqente kjo botë. E kisha ëndër si çdo fëmijë që ndryshon gjatë rrugës ëndrat dhe perceptimin për jetën. Njëherë thoja do bëhesha gazetare, njëherë aktore, pra kisha ëndra të ndryshme në periudha të ndryshme të jetës. Pastaj vendosa të studioj për drejtësi. Pse? Konkurova në fakt. Jo, pse pikërisht, pse nuk ndoqe këtë rrugë dhe ndoqe një rrugë, po themi, për drejtësi, që drejtësia është tipike, gjithkush studion drejtësi. Po, edhe sepse në brezin tënd. Kur ja thash prindërve se çfarë doja, ndoshta ato ndikuan që të merrja edhe një rrjedh tjetër në jetën time. Menduan më shumë që të kisha një profesion që t'jepte stabilitet, si çdo familje në Shqipëri që mendon më shumë që të kesh një jetë sigurt, atë komfortin. Vendosa drejtësi, studiova 5 vite në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës. Ishe ti e lirshme për të dalë, për të takuar djemë të ndryshëm? Tani, mosha e studimeve në Tiranë sigurisht të bëjnë që edhe të takosh njerëz të ndryshëm, edhe dashurit janë normale në atë kohë, madje edhe më herët, por më ke thënë deri diku që ti ke ditur disa limite që deri këtu mund të shkoje. Pse ka qenë kjo? Tani unë thash që jam rritur një familje jo fanatike, por një familje jo kaq liberale, sa të kisha lirin unë që të njëja, të dilja, ndoshta më kishin brumosur që të dija kufit e mi si vajzë, edhe më kishin brumosur që mos gaboja në jetë. Çdo hap që t'hidhja e mendoja shumë gjatë dhe kjo dhe më ka lodhur ndoshta në jetë që i mendoj gjërat shumë gjatë deri kur ta marr atë vendimin. Nuk është të mendoj që ka pëlqyer ndonjëherë dikush apo të kem patur ndonjë pëlqim, edhe bashortin të cilin e zgjodha, madje zgjodha ishte një formë shkosie, le ta themi, jo
që unë rash në dashuri apo u pëlqeva vetë me dikë, ta kisha unë këtë lirin, ndoshta kështu u rrita, kështu u brumosa, nuk di ta shpjegoj, edhe kur ja u tregoj njerëzve në fakt habiten, sepse thonë si është e mundur që në kohën ku jetojmë, akoma tregon historitë e tilla, pavarësisht se prindrit e mi u martuan me një dashuri shumë të madhe, unë fëmija atyre dola totalisht të kundërta e tyre. A ishte e njëjta gjë dhe me kushërirat e tua? Pra në një farë mënyrë edhe ato duhet ta mendonin mirë që zgjedhjet që bënin mos kishin konsekuenca edhe apo ka qenë e eltës kjo gjë vetëm? Kjo në fakt ndodh shumë edhe me vajza që rriten në zona periferike, pra le ta themi, që ndikon shumë familja, ndikon shumë rreti shoqëror, fisi, ndikon shumë gjëra që ty të brumosin si person dhe të bëjmë shumë përgjeshëm. Nuk di ta them nëse kështu funksionojnë dhe kështu janë gjitha vajzat. Unë flas për veten time dhe ndoshta edhe ato që më dëgjojnë mund të gjejnë një pjesë të tyre te unë. Se ne na shohin si njerëz që dalim televizor, aq më tepër mua si politikane dhe mund të mendojnë që ne jemi rritur me lirinë e mundshme që do kishim dashur apo që kemi patur, por ka dhe disa modele që janë rritur familje të tilla dhe kanë patur ca kufi që nuk duhet t'i kalonin. Tani, a vazhdon njësoj e njëjta mundësi, mendon edhe me vajzat e reja që janë në gjimnaz, në Milot tani, ose në universitet, vazhdon e njëjta mundësi, siç ka qenë edhe me ty? Mendoj që vazhdon, që ndikon sigurisht familja dhe rrethi shoqëror tek jeta e atyre vajzave. Në fakt mund të them që kam patur fatin që prindrit i kisha suport dhe nuk më ndaluan që të vazhdoja shkollimin dhe ëndrat e mia. Kisha edhe nga ato shoqe që ja ndaluan dhe shkollimin dhe jeta atyre përfundonte, mos të them nga ata që edhe në 8 vjeçare aty e mbyllnin dhe nuk lejonte të vazhdonin dhe gjimnazin, por për shumë prej tyre mbarimi i gjimnazit pra dhe ishte pastaj duhet vinte martesa, ndoshta vështirësitë ekonomike, nuk di ta them, por që ndoshta vazhdon, nuk e di, mendoj që vazhdon. Kam përshtypjen që vazhdon, unë e shikoj dhe në momentin që shkoj në për takime si deputete, është vështirë që në për takime ti të kesh vajza dhe gra. Aq më tepër në Milot që është e vështirë të gjesh vajza dhe gra edhe në lokale duke pirë kafe apo ti shikosh duke ecur në rrugë. Tani e rikthyer një herë kësaj bisede ose kohe me prindrit e tu dhe në një farë mënyrë ti kesh pyetur pse kjo zgjedhje, pse nuk më keni lënë pak më të lirë, pse nuk mundesha unë të bëja eksperienca të tjera, përjetime të tjera, apo thjesht ka qenë e pranueshme për ty kjo? Ato nuk më kanë rritur që të më kufizojnë, dhe të më thojnë ti s'do ta bësh këtë, ti s'do ta bësh këtë. Ato më kanë edukuar dhe rritur në një formë të tillë që unë jam mësuar me atë lloj jetese. Pra je rritur e brumosur që në fillim, po. Atë lloj jetese dhe nuk e kam ndjer kur veten që jam e kufizuar apo pse nuk duhet ta bëj unë këtë. Unë mendoj që është gjë normale dhe mendoj që kam bërë shumë mirë në mënyrën se si ato janë investuar dhe më kanë rritur. Por për ta ilustruar pak më shumë. Ndoshta jam kufizuar në dalje që mund të kishim në një jetë shoqërore me shoqet e mia, që mund të dilja darkave apo të kisha lirin. Këtë nuk e kam patur dhe... E ke dashur në atë kohë? Ndoshta dhe mund ta kem dashur, kur shikoja gjitha shoqet që bëshin bashkë dhe mund të dilnin. Unë e kisha atë që e dija që do më thoni jo dhe nuk e merja mundimin që t'ju thoja a mund të dalë. Do më thonë, një vajzë që i ka ditur limitet e veta dhe nuk është konfrontuar me familjen dhe nuk ka bërë pyetje për përgjigjet e cilat i dinte. Okej. Për sa i përket lidhjes tënde, e preke pak më përpara, që ka qenë një formë shkusie, pra bashkëshortit ty të ka parë, të ka njohur si familje dhe ju jeni takuar duke e ditur se kë po takoje, pra ka qenë një lloj planifikimi aty. Si ka qenë marrëdhënia juaj e fillimit? Keni shkuar në Itali bashku apo jo?
Tani si çdo fillim është shumë i bukur. Ai ka jetuar që 16 vjeç në mos gaboj jashtë Shqipërisë, sakrificat e kohës që kanë qenë e kanë detyruar që të emigroj i vogël dhe të bëj krah dhe për familjen e tij. Kemi jetuar një farë periudhe të shkurtër, unë flas, në Itali, aty ku linda dhe vajzën time, Amën. Dhe ato vite e kujton se shumë bukura, apo ja? Po kanë qenë shumë bukura, kanë qenë vite të cilat kam qenë shumë e lumtur, që e njoha elde një dimension tjetër, pra le ta themi. Në ç'kuptim? Që në shumë kuptime. Në atë lirinë, që ndoshta nuk e kisha këtu për të eksploruar edhe botën, le ta themi. Një person që më përkrau dhe më supërtoi edhe në ëndra që vazhdova më pas. Pastaj ishte e natyrshme, besoj ke dashur gjithmonë që të bësh nën, të krijosh një familje, linde vajzën dhe pastaj djalin, çfarë moshash kanë? Vajza bën 10 vjeç, djali bën 7 vjeç. U bëra nën e re, gjërat mua më kanë ardhur shumë natyrshëm në jetë. Sa vjeç u bëra nën? 24 vjeç, në mos gaboj. Gjërat më kanë ardhur shumë natyrshëm, nuk është se unë i kam kërkuar, se jeta 1% është edhe fat. Të merr edhe për mirë, edhe për keq. Nuk mund të them që jeta ime ka qenë një jetë shumë e lumtur. Ka qenë një jetë me shumë sfida dhe sakrifica, por edhe me shumë lumturi dhe dashuri. U bëra nën e një vajze e cila aty mori kuptim e gjithë jeta ime, si çdo vajzë re që mendon që pas kem jetuar kohë gjithë ato vite. Domethënë gjithë dashuria ime, gjithë përkushtimi u fokusua vetëm te Ama. Okay. Dhe si çdo nën mendoj që harron veten dhe ka fëmijën pastaj prioritet, pastaj fillojnë peripecitë e tjera të jetës. Dhe sigurisht jeta merr një rrjedh tjetër. Pse peripecit? Po sepse kur bësh, flas për rastin tim, në fakt nuk e di se mund të jetë përjetime të ndryshme të çdo vajze që vendos të krijojë familje dhe të bëhet nën. U bëra më e përgjegjshme, bësh shumë më e përgjegjshme, mendon botën një mënyrë komplet tjetër. Megjithatë ishte shumë e re. Është e rrallë, mendoj, në kohët e sotme, në Tiranë po, që të bësh një nën 24 vjeç. 24 vjeç je akoma në ato ide të përmbushjes së karrierës edhe ndërkohë që ti u fokusove tek familja në atë kohë, tek krijimi i familjes. Djali mbas sa vitesh erdhi? Pas 3 vitesh. Mbas 3 vitesh. Domethënë ti gjatë asaj kohe ishe nën me kohë të plot apo pastaj erdhi, kur erdhi rrugtimi në politikë? Isha nën me kohë super të plot. Okay. Sa isha shumë edhe posesive, çdo gjë doja ta shikoja perfekte vajza. Pra ka të bëjë dhe mënyra se si rritesh ti, mënyra se si e shikon ti atë familjen tënde që ke qenë, dhe ato përgjegjshmëri që i merr, mendoj që janë edhe një brumosje e familjes të cilën ti e rritur. U bëra nën e re, por nuk më ndikoi as pak as përgjegjësia që ndjeja në ato momente, më dukej diçka shumë normale dhe e mora si diçka shumë natyrale gjën. Sigurisht që kisha edhe unë ato dyzimet e mia, ku shikoja shoqet e mia që vazhdonin karrierën, dhe unë e mendoja një moment veten që investova për të shkolluar, kisha ëndra shumë të mëdha, por ndoshta jeta ime mori një rrjedh tjetër. Gjithmonë e mendoja kthimin në Shqipëri, nuk më përmbushte asgjë atje ku isha. Edhe pse ishe e lumtur? Isha shumë e lumtur, kisha familjen time, por gjithmonë kisha një peng që më mungonte diçka. Nuk ndihesha e plotësuar, pra le ta themi, gjithmonë me kokën pas. Okej, dhe kam përshtypjen se gjithkush që ikën jashtë ka kokën pas. Gjithmonë, pavarësisht të përmbushjes që mund të ketë në vendet përkatëse, Shqipëria vazhdon të predominojë në mendjen e çdo shqiptari. Po ti pastaj u ktheve. Si ishte kthimi dhe përfshirja në politikë? E kishe menduar ndonjëherë apo ishte thjesht rastësia që e solli? Unë se kisha menduar kur politikën. E megjithatë familja jote ka qenë aktive. Ka qenë aktive, kontribuese, gjyshi im ka qenë themeluesi i Partisë Demokratike. Edhe unë merrja pjesë në takime që bënte Partia Demokratike.
Pra atë dashurim për Partinë Demokratike dhe për të kontribuar në Partinë Demokratike ka qenë genetike dhe ka ardhur gradualisht. Unë kam qenë fëmija parë që Sali Berisha ka marrë në krah ku ka ardhur në një aktivitet në Kurbin. Kështu që edhe dashurinë për doktorin ka qenë që fëmijë besoj e brumosur dhe nga histori që tregonin familje, kontributin e tyre për demokracinë, ndoshta nga fakti që u rritën të përndjekur, përsekutuar dhe sistemi asaj kohe më vrau gjystër gjyshrit e mi dhe sigurisht dashuria dhe kontributi vazhdoi për Partinë Demokratike edhe pse nuk ishim të përfshirë në vendimarrje, le ta themi. Ka qenë një telefonat që më bë gjatë kohës që unë isha në Itali dhe më thanë pse mos ta mendosh përfshirjen tënde në politikë. Politika ka nevojë për trinj, ka nevojë për individ të cilët kanë studiuar për drejtësi, dhe thash pse jo. Unë jam njëri që po ma dhe një sfidë, unë e marrë për sipër. Pavarësisht se është e vështirë, pavarësisht se nuk e dija dhe çfarë më priste, le ta themi, se kur jena atë moshë është e vështirë ti mendosh dhe sfida dhe peripecitë që ti do kaloje në atë rrugë. Aq më tepër kur je jashtë asaj fushë që nuk e di fare se. Kështu që thash pse jo, dhe ishte ndoshta një mënyrë për të rikthyer në vendin tim dhe t'jepja kontributin për vendin tim. Vajzën e kisha 13 muajshe kur u futa në politik. A ka qenë bashkëshorti dakord? Shiko, mua nuk më ka ndaluar në vazhdimin e atyre gjëra që unë kam dashur të bëj dhe ta vazhdoj, pra misionin tim të vazhdoj të arri veten time, karrierë në çdo gjë, i kam patur suport në çdo hatimin dhe vazhdoj ta kem. Pa familje nuk do isha këtu ku jam sot. Pa përkrajen e tyre është shumë e vështirë që të kisha bërë shumë gjëra. Ka dy mënyra të futesh në politikë. Të futesh në politikë me kontributin e asaj që ti je, pra je dikush dhe futesh në politikë e mbartë edhe atë eksperiencë ose karrierë që ke patur më përpara, do thosha ky mund të jetë rasti im, dhe rasti kur ti ke një suport dhe një mbështetje shumë të madhe të familjes, të fisit, të gjithë rrethit tënd të shoqëror dhe familjar, do thosha në këtë rast. Ky është rasti yt. Pra, për ta kuptuar pak më shumë, familja jote është ende një shtyllë shumë e fortë e ngritjes tënde dhe përfshirjes tënde në politikë, apo jo? Sa kanë patur të bëjnë ata dhe sa kanë të bëjnë ata tek vendimarrjet e tua tani, edhe gjatë këtij rrugtimi? Përfshirja në politikë, pra çdo individ edhe me kushtetut që në moshën 18 vjeç ka të drejtë të zgjedhet. Sepse bëjnë shumë edhe paragjykime për të rinj që merren politikë. Unë mendoj që politika ka nevojë shumë për guximin dhe qiltërsinë, pastërtinë, dashurinë që të rinjt kanë për vendin e tyre. Secili prej nesh e ka dhënë një kontribut. Unë isha një person që kisha investuar për veten time. Dhe sigurisht që politika ishte një mundësi për të kontribuar akoma më shumë në vendimarrje, për që një zë për ata individa atje të cilët kanë shumë mungesa në investime, për që një zë për gjithë ata qytetarë për cilët është bërë një padrejtësi shumë e madhe nga politika për ata. Dhe momenti që më ofrua, sigurisht që kisha edhe një rreth familja ime, pra ishi familja e madhe me një rreth të madh shoqëror, që kishin një influencë në zonë dhe mund të sjellja vota për Partinë Demokratike. Dhe kjo është një plus që mund të ketë çdo kandidat, mendoj, në vete, përtej asaj çfarë është, çfarë përfaqëson ai si individ. Të ketë dhe mbështetjen e familjes, e rrethit shoqëror, komunitetit ku është lindur dhe rritur, dhe është i falënderim dhe mirënjohje që unë vazhdoj çdo moment jetës time të jem për ata njerëz, sepse kanë qenë mbështetja më e madhe për mua dhe që të vazhdoj të jem këtu ku jam sot. Unë jam deputete e cila vi me votë preferenciale nga zona që unë përfaqësoj. Ç'do të thotë votë preferenciale? Në 2021 kam qenë në fundit në listë dhe kam dalë gruaja më e votuar dhe deputetja 4 me votë preferenciale, që ata donin që t'isha përfaqësuesi atyre në kuvendin e Shqipërisë. Kështu që mendoj dhe jam përpjekur që t'jem një zë i fortë për ta,
që t'ja u shpërblej atyre të gjithë mbështetjen që ata më kanë dhënë gjatë rrugtimit tim, të jem aty për ta, të flas problematikat e shumta që ka kur bini Mirdita dhe Lezhë dhe vazhdoj pavarësisht angazhimit që secila prej nesh, edhe kur është nën, ka në familjen e saj, sigurisht që jam munduar ta balancoj jetën mes politikës dhe familjes dhe të jem shumë e përgjegjshme, sepse është një përgjegjësi shumë e madhe që ata qytetarë të japin dhe presin nga ti. Tani, që ta kuptojnë njerëzit pak më mirë, ka disa mënyra të bërit politik, sigurisht, por ti me kalimin e kohës, edhe pse ky është mandati yt i tretë si deputete dhe deputete e re, pra ti ke nisur shumë herët dhe sigurisht që është një përgjegjësi e madhe mbi supe që ke patur, por edhe privilegj. Por fakti është që ti ke treguar që në momente të rëndësishme ke marrë vendime të rëndësishme, ju bashkove foltores gjithashtu në një kohë të vështirë dhe ti pavarësisht mbështetjes prap ke qenë një deputete trime dhe angazhuar vazhdimisht në kauzat e Partisë Demokratike. Pra nuk është se ke qenë thjesht një fytyrë aty edhe hajde për numër. Pra vazhdimisht ke qenë e përfshirë, ndoshta jo kaq aktive mediatikisht do thosha, por në aspektin politik edhe partijak po. Si që the Florianu, nuk kam zgjedhur që ka qenë ndoshta zgjedhja ime ose ka ardhur natyrshëm, nuk di ta them këtë gjë, por nuk jam përpjekur që të jem shumë mediatike, nuk e kam kërkuar këtë gjë në fakt. Por edhe pse politikanët përgjithsisht duan të jenë sa më mediatik. Këtë rrugë kam zgjedhur, kam menduar që ajo çfarë do të më mbaj mua dhe do të më jap jetë gjatësi në politik është që ti të ruash lidhjen me bazën, me ata njerëz, ti të jesh aty e pranishme tek ata, të bësh pra të kesh një qëndrueshmëri në parimet e tua. Unë kur jam futur në politikë, i kam bërë një premtim vetes që të përpiqem ta ndryshoj unë politikën. Jo të më ndryshoj politika mua. Si ta ndryshosh? Sepse është një perceptim ndryshe për politikanët që e gjithë njësoj jeni, është pra ajo na fusin gjithëve një thes pa të njohur personalisht, pa të parë edhe çfarë ke bërë ti për politikën, çfarë ke bërë ti për njerëzit, kauzat që ke mbrojtur, sa e sinqert, sa me e ke bërë këtë detyrë, ta ndryshoj duke qenë zëri atyre qytetarëve dhe ti mos të futesh në politik për interesa personale, por ti të futesh në politik që ti jesh e vërtetë dhe të kesh guximin të flasësh me fakte dhe argumenta siç jam unë aty përballë korrupsionit galopant të asaj qeverie dhe të kesh guximin që ti denoncosh. Okay. Tani, kjo është interesant këtu, për interesa personale, sepse kushdo mund të futet në politik dhe mendon për interesa personale, nuk duhet jetë kështu. Por fakti ka treguar që kështu ka qenë. Pra, kanë patur këtë idenë edhe të rinjt, po themi, që ti do futesh në politik dhe ti hapësh rrugë vetes tënde. Ti e thuaj zëri i qytetarëve, kjo mund duket pak klishe, po përtej kësaj ti ke qenë mirë, ke ardhur nga një familje me të ardhurat mira ekonomike, ke qenë e përmbushur nga, pra nuk ke dashur politikën për t'u pasuruar, për shembull. Po çfarë të ka dhënë më shumë kënaqësi për të vazhduar që të qëndrosh, sepse politika është botë e ashpër, politika është botë që jo gjithmonë i përqafon gratë dhe i mbështet dhe i ndihmon. Pra ti vazhdimisht ke pas sfida dhe unë e di, sepse jashtë mund të duket që ja lumë si Elda ose lumë si kushdo që del aty në televizor dhe duket perfekt, por nga ana tjetër të gjithë kalvarin e vështirësive që ne gratë mund të kalojmë, njerëzit nuk e din. Atëherë ti duke patur edhe këto vështirësi, edhe këto sfida, edhe të qenit rehat nga ana ekonomike, po themi, pse ke vazhduar të qëndrosh, edhe mos thuash që tani u lodha dhe nuk e vazhdoj më këtë. Unë përfaqësoj qarkun Lezhë, është një qark që ka mungesë të kësuar në investime, është i diskriminuar totalisht nga kjo qeveri
Dhe ajo çfarë më mban mua të vazhdojmë politik, është kur shikoj ata njerëz, kur i takoj, kur më tregojnë problematika të shumta, histori. Mbaj mend një mbledhje që kam patur me disa persona të cilat ishin një gjendje të mirueshme ekonomike dhe më vjen një grua me fëmijën e vet dhe vazhdon dhe më tregon historinë e jetës së saj. Dhe më tregonte se si nuk kishte mundësi dhe të ushqente fëmijët. Aty mbaj mend një moment që unë kam shpërthyer në lot dhe ju thash që unë nuk e bëj dot më këtë punë, sepse po ngarkohesha emocionalisht gjatë gjithë kohës pas çdo historie që tregoja, që më tregonin, por sa mendoja që nuk e bëj, aty gjeja dhe forcën për të thënë, po unë do ta bëj për këta njerëz, do ta bëj dhe do ta vazhdoj këtë mision. A kam patur unë sfida dhe sakrifica që shumë njerëz nuk i dinë sepse ne nuk dalim që t'i tregojmë këto dhe t'i themi. Kam patur shumë. Më trego disa. Mendoj si çdo vajzë dhe gruaj që futet politik, ka ato paragjykimet dhe ne përpiqemi dyfish të japim nga vetja, të punojmë që ta meritojmë atë vend ku jemi dhe të tregojmë se sa të forta dhe sa të guximshme jemi ne për të vazhduar edhe një detyrë që në Shqipëri është parë më shumë si bastion i burrave. Nuk është e lehtë që të shkosh dhe një takim ku aty ke vetëm burra dhe të shohin ty që ai vend nuk është për ty, pa aty mund të ishte një burr në vendin tënd. Por ti duhet dhe një tjetër. Duhet edhe një tjetër. Por gjatë gjithë kohës ti duhet të tregosh guxim, vendosmëri që po unë jam në vendin që meritoj dhe unë këtu kam guximin të bëj më shumë gjë që mund të bënte çdo lloj burri që mund të ishte në këtë vend. Ka sfida sepse të sulmojnë në çdo aspekt, madje kur të shohin që ti je pa korruptuar dhe njëri që ke vendosur të japësh kontributin tënd për demokracinë e vendit tënd dhe nuk bën kompromis me këto parime që ti ke vendosur vetes, është e vështirë të rrish në politikë. Do kesh sulme nga më të ndryshmet, do kesh shpifje nga më të ndryshmet, do kesh shantazhe nga më të ndryshmet. Pra janë shumë gjëra që ty të ndodhin dhe ka momente që mendon për çfarë më duhet mua kaq kosto dhe kaq ngarkesë emocionale kjo gjëja. Por pastaj kur mendon sërish nga ke ardhur dhe misionin dhe detyrën që ti ke marrë dhe përgjegjësinë që ata njerëz të kanë dhënë ty mbi supe, them që ky është misioni im dhe do vazhdoj të jem në politikë për aq kohë sa unë jam le ta themi pra duhet të shërbej në këtë gjë, pra aq kohë sa unë i duhem politikës. Okej, do të thënë duke marrë parasysh çdo kosto që mua më ka dhënë. E shikon si një karrierë të një jete, Elda? Do të thënë e do ta vazhdosh gjatë gjithë jetës këtë gjë? Apo e shikon edhe të ndërprerit të kësaj karriere dhe të marrit me diçka tjetër? Kur shikoj fëmijët e mi, unë e kam nisur e thash, ka qenë vajza 13 muajshe dhe sot unë e kam vajzën 10 vjeç gati. Dhe kur shikoj kohën që unë ju kam marrë atyre, sepse nëse ti vendos që t'jesh në politik, ka dy mënyra të bërit politik, ose që rrit pasive, mund ta bësh edhe këtë rol dhe të rish pasive aty, por kam vendosur që të jem aktive dhe të jem e devotshme për atë mision që unë kam marrë. Dhe atë përgjegjësi që unë e kam marrë ta përkthej në kontribute reale, në kontribute të cilat mund t'ju sjellin një ndryshim atyre njerëzve, sepse nuk jam futur gabimisht në politik dhe po rri këtu dhe okay, kjo është një karrierë e bukur si çdo vajzë mund ta shikoj apo si çdo individ. Jo, është një nëse ti e shikon, ka mënyra të ndryshme perceptimi. Nëse e shikon pra si një shërbim, si një mision, ka sakrifica shumë të mëdha brenda, që ti u merr kohë shumë të madhe dhe je në borxh shumë të madh edhe me familjen tënde. Dhe është një luftë shumë e madhe balanca mes familjes dhe politikës. Dhe mund kisha zgjedhur si çdo njeri tjetër, ndoshta të vazhdoja karrierën në profesionin tim, mund të ishte një sfidë shumë e lehtë. Se nga kjo ku jam sot, mund të ishte, ka patur momente që kam thonë kaq, nuk e bëj dot më, do iki. Sepse duke parë se edhe gjërat vështirë të ndryshohen, ky regjim që ndodhet sot, duke parë mundësitë, çdo gjë është izoluar,
aty gje forcën dhe thua do vazhdoj, të luftoj deri kur ne ta rrezojmë këtë regjim dhe Shqipëria çlirohet nga kjo e keqe që e ka kapluar. Dhe kjo absolutisht do na jep të satisfaksionin më të madh. Po ke kjo balanca e gruas politikane me kohë të plot dhe e gruas familjare me kohë të plot. Si menaxhon, si është një ditë e jotja? A i bën vetë edhe punët e shtëpisë, edhe kujdesin për fëmijët, a ju gatuan, humbet në një nga mbledhjet, apo jo gjithmonë aty, pra si e krijon këtë harmonin mes dy gjërave? Kush me një mua personalisht, e di që mundohem të jem shumë aktive në politikë dhe të bëj shumë gjëra njëkohësisht, dhe kush me një mua si individ, e di që unë jam gjithmonë shumë e pakënaqur me veten time dhe një moment pauzë që kam them çfarë të bëj tani, të bëj edhe diçka tjetër. Domethënë është edhe me person kjo gjë. Pra do ta mbushësh kohën. Dua ta mbush dhe dua gjithmonë ta përmirësoj veten, të bëj më të mirën, nuk bëra aq sa duhet të bëj pak më shumë nesër. Domethënë kjo është ajo sfida që un kam gjatë gjithë kohës me veten time. Pas pune un vrapoj direkt për te fëmijët e mi që t'i marr nga shkolla, të kujdesem me to, t'ju përgatis ushqimin, punët të gjitha, unë kujdesem çdo gjë vetë për familjen. A është e vështirë, shumë e vështirë. Kur si e ti, ku i çon fëmijët? I çon tek prindrit? Kur nuk je, domethënë ko fushate që je më e zënë edhe prindrit. Ata kanë qenë mbështetja më e madhe e imja. Ata më kanë ndihmuar, e kanë bërë vajtjeardhje, duke ardhur, duke më mbajtur fëmijët gjatë kohës që unë isha në punë dhe nuk kisha ku t'i lija. Ata kanë qenë suporti më i madh që unë kam qenë i qetë gjatë kohës që isha në punë, se fëmijët i kisha të sigurt. Por ka qenë shumë e vështirë sepse i kam rritur shumë të lidhur me mua, i kam marrë shumë herë nëpër takime, nëpër mbledhje, sepse mund të kenë dalë kur unë kam qenë duke ikur nëpër mbledhje, duke qarë dhe një moment kam thonë nuk mund t'i lë fëmijët kështu dhe i kam marrë me vete. Ka patur momente shumë vështira ku duhet shkoja në punë dhe djali që zgjoi dhe thoshte prap ti në punë, nuk do rrisha sot me ne, edhe di që ishin pushim, kur ne ishim në protesta, kur kishim kauza që unë mendoja që duhet isha dhe nuk duhet të mungoja. Dhe sigurisht ajo mungesa edhe te fëmijët është e vështirë dhe kur e mendon thua ajo sakrifica, por mendon që ja vlen çdo sakrificë që ti bën për një Shqipëri më të mirë, për t'u lënë fëmijëve diçka ndryshe, që ato mos rriten me sakrificat që u rritëm ne, me ato boshllojqe që u rritëm ne. Dhe mendoj që dhe ata kur të rriten do jenë krenarë dhe për rrugtimin mendoj të nënës tyre, sepse mundova që të bëj diçka ndryshe dhe të bëj më të mirën, jo vetëm për fëmijët e mi, por ndoshta t'jap një kontribut edhe për brezat në vazhdim. Si të shohin ty gratë dhe vajzat në Lezhë, në gjithë zonën, si të shohin fëmijët e tu? Të shohin që ke hapur rrugë në një farë mënyre, edhe për të tjera, po thjesht ty të konsiderojnë më të privilegjuar që ke patur këtë rrugëtim. Mendoj që është më e thjeshtë tashmë për një vajzë nga Miloti që të vi dhe të përfshihet në politikë. Duket parë ty? Kjo është ajo çfarë ne përpiqemi, mendoj edhe ti, edhe çdo vajzë e ka atë që kur përfshihet në botën e politikës, prezantueses, gazetarës, në çdo fushë, në çdo aspekt të jetës, mendoj të jetë një model edhe për vajzat e tjera. Edhe për ato vajzat të cilat rriten një mentalitet totalisht ndryshe, një vend që nuk ju jep shumë mundësi për ta vazhduar, për të menduar, për të ndjekur ëndrat e tyre, një vend i cili ndoshta nuk ka dhe mundësi ekonomike familja e tyre që t'i lejojnë ato të vazhdojnë ëndrat e tyre. Do ju thoya gjithmonë që mos t'i mendojnë këto paragjykime dhe mos t'i mendojnë këto gjëra, për të gjenë gjithmonë guximin për të vazhduar dhe për të ndjekur ëndrat e tyre. Asgjë s'është e pamundur. Mjafton të kesh vullnetin, dëshirën dhe guximin për ta ndryshuar realitetin e jetës tënde aty ku je. Dhe vajzat dhe gratë Milot, Lezhë, Mirdit, kudo, sot janë më të emancipuara. Sa koha ndoshta kur ishim brezi mamave tona, jusheve tona, janë më shumë të emancipuara, kanë më shumë mundësi, por koha ku ne jetojmë dhe investimi që ne bëjmë për vajzat dhe gratë, pra që politika
nuk është treguar aq e dashur apo të ketë politika sociale që t'i ndihmojë këto vajza dhe gra, si në shkollimin e tyre, në arsimimin, në karrierën e tyre, pra ka shumë mungesa për ato vajza dhe gra. A e ngre zërin ti, Elda? E ngre zërin për të patur më shumë përfshirje të këtyre grave dhe vajzave? Apo e lejon rrjedhën të marrin në një farë mënyre? Secila prej nesh që merrem me politikë, mendoj që flas të paktën për vajzat dhe gratë Partisë Demokratike. Kanë qenë një zë i fortë për çdo vajzë dhe grua që të ketë më shumë mundësi dhe hapësirë në politikë dhe në çdo fushë dhe aspekt të jetës. Nuk i ofron pra mundësi vajzave dhe grave, po ta nisim që aty ku jemi lindur dhe rritur, se sa hapësirë kanë vajzat dhe gratë, janë shumë të kufizuara dhe pas një mbështetje nga politika. Nëse do t'i bëje një thirrje prindërve të vajzave të reja, në Milot, në Lezhë, në Kurbin, çfarë thirrje do t'i bëja? Thirrja do ishte shumë e thjeshtë, me zemër, e pastër, e çlirët, nga një vajzë e cila u rrit në ato kushte që mund të rriten shumë vajza sërish në Milote, në Lezhë, kudo, në gjithë Shqipërinë, të besojnë te vajzat e tyre, t'ju japin mbështetje, t'i suportojnë gjatë gjithë jetës së tyre, sepse të qenurit vajzë, të paktën në Shqipëri është shumë e vështirë. Nuk është e lehtë. Je gjithmonë e paragjykuar, je gjithmonë e sulmuar dhe duhet të guxosh dhe do të thonë rritesh, është e vështirë të rritesh në këtë vend ku e shohin akoma në një mënyrë patriarkale çdo gjë. T'i japin ndoshta pak më shumë liri? Liri nuk ta dhuron asnjë, liri duhet ta fitosh. Vajzat dhe çdo vajzë duhet luftoj vetë për lirinë e saj. Të flasin me prindrit dhe t'ju tregoj arsyen se pse duhet ta ketë atë liri që ta vazhdoj karrierën dhe askush nuk ka të drejtë që ty të kufizoj dhe ta tregoj drejtimin, pra ta diktoj rrjedhën e jetës tënde. Shumë drejt. Po me fëmijët e tu, si do jesh ti ndryshe kur të rriten? Çfarë do doja për ta? Unë që sot kam një marrëdhënie shumë veçantë me fëmijët e mi. Mendoj jam një nënë që flas shumë me ta, edhe pse janë të vegjël, shumë mund të thonë edhe nuk kuptojnë, ndoshta edhe kur ishte një moshë akoma më të vogël, jam munduar t'i kem si shok, pra t'i trajtoj siç më kanë trajtuar mua prindrit e mi. Jo të më shohin me atë autoritetin prind-fëmijë, po të krijoj një marrëdhënie të veçantë si shok dhe shoqe me ta. Unë do t'i lë të lirë të zgjedhin jetën e tyre, do që të mund të ndryshojnë pra veten, të jenë gjithmonë vetvetja në çdo hap që të marrin, do jem suport për ta gjithmonë siç kanë qenë prindrit e mi për mua. Elda, po pasionet të tjera, krahas kësaj jete deri diku të planifikuar, do thosha, sepse koha kaq të mundson, pra që ti t'jesh shumë angazhuar në profesionin tënd tashmë dhe në familje. Po ke pasione të tjera që gjen kohën që të merresh dhe t'i bësh, apo s'ka hapësirë? Nuk ka shumë hapësirë për të zhvilluar pasionet. Kjo detyrë që unë bëj, e bëj me shumë dashuri, me shumë pasion dhe marr kënaqësi të madhe të qenurit bashkëbisedim të vazhdueshëm me njerëzit dhe mendoj që kjo është çelësi i çdo pune që ti bën. Ta bësh atë me pasion, me përkushtim, me dashuri dhe ta vazhdosh me dëshirën më të madhe për të kontribuar. A mund të kem një hobi apo diçka, si çdo vajzë, si çdo njeri, edhe unë kam patur, vazhdoj të kem, siç mund të jetë sporti, që më ka pëlqyer që e vogël dhe vazhdoj edhe gjatë fundjavave ku shkoj tek familja ime, tani ushtroj me fëmijët e mi, leximi, shkrimi, muzika. Elda, të falenderoj shumë për këtë intervistë veçantë që ti dhe, për këtë bisedë të ngrohtë, që mendoj që u kuptua pak më shumë edhe natyra jote, edhe pse do të thosha deri në një farë mënyre më introverte, por që na bëre të kuptoj më shumë rreth teje sot. Faleminderit. Faleminderit shumë Florian që u mundove të tregosh atë Eldën e vërtet të cilën pak e njohin. Falenderoj shumë për këtë intervistë.
kaq të ngrohtë, të veçantë, aq më tepër me një grua, një vajzë që përpiqesh të jesh çdo ditë një model i bukur për vajzat dhe gratë që na ndjekin dhe gjithmonë suportuese me atë buzëqeshjen dhe dashurinë që karakterizon për gjithë. Faleminderit shumë.